shumë goca na kanë shkruar dhe na kanë thënë që sa e vështirë është të zbulosh nëse një mashkull që po del mund të ketë disa nuanca të tjera ylberike apo jo. Pra, ca goca kanë dyshimet e tyre që i dashur ose çuni që ato po njihen mund të jetë gay. Pa, ne për temën e sotme u inspiruam nga Klodi dhe nga lëndrimi, dhe duke qenë se po e diskutonim me njëra tjetrën, bëm një ask në Instagram dhe tham, prit pak, mund të jetë interesante që t'i pyesim gocat, a kanë zbuluar ndonjëherë ndonjë të dashur ose ish të dashur që mund të kenë patur orientime të ndryshme seksuale nga sa ato e kanë pritur. Dhe me thënë të drejtën, historitë që na kanë ardhur na surprizuan goxha shumë dhe do t'i ndaj me ju sot. Po jo vetëm historitë. Po, një vajzë ka shkruar dhe një letër që neve na inspiroi më tamam për ta bërë temën. Na e vullosi dhe na vuri ishte një letër që kishte goxha dyshime brenda dhe unë do e lexoj tani. Përshëndetje, jam 27 vjeç dhe prej 3 muajsh kam nisur një marrëdhënie me një djalë, që në momentin e parë që jemi takuar, biseda shkonte shumë mirë. Ndonjëherë më dukej vetja sikur po jetoj në një nga ato filmat romans komedi. Gjithmonë takimet tona ishin të veçanta, madje sa herë takoheshim ai nuk vinte kurrë duar bosh. Madje mburresha tek shoqet e mia se si bisedat nuk përfundonin kurrë te seksi. Ai donte të njihte çdo gjë timen. Tani që u shkruaj, do ta kisha menduar që kishte diçka që nuk shkonte. Madje një ditë më ftoi në shtëpinë e tij dhe ishim aq të fokusuar në bisedë se nuk kisha vënë re që gjatë gjithë kohës ne vetëm kishim folur, asnjë puthje, asnjë përqafim, asgjë të ngjashme me afeksionin fizik. Unë fillova të kuptoj që kishim mungesë seksi pasi kaloi muaji i parë. Kur ja shpreh këtë gjë, më tha që donte të ishte diçka veçantë dhe se nuk ishte si të gjithë meshkujt e tjerë. Shoqeve të mia i bëte përshtypje, po nuk kurse e flisnim shpesh. Për herë të parë, kemi bërë seks para një jave dhe ishte ai që më kërkoi i pari, por më duk shumë i sforcuar. Aty fillova të analizoja edhe pak sillet e tij. Ai ka shumë shoqe dhe të them të drejtën, ka një marrëdhënie që nuk të bën të ndjerë xheloze. I pëlqen të gatuaj, të dalë për shopping dhe shumë gjëra që vështirë t'i pëlqen një mashkulli. Kam disa ditë që po të çmendem nga këto mendime dhe nuk di të veproj sepse ndihem sikur po bie në dashuri me atë djalë. The Nile is a river in Egypt. Your husband is gay. Jo. Tani, ku ka si ky, na e bë dhe 3 të tjerë si ky, edhe 3 të tjerë të lutem to go, delivery. Ai bënte gjithmonë dhurata. Po. Kishim bërë disa date dhe biseda nuk ishte shkuar kurrë te seksi. Tani për mua ky duhet të jetë red flegu i parë fare në një marrëdhënie, sepse midis një dyshe jetë shumë gocë që janë të dy straight, ti patjetër që në fillim fare ka absolutisht të hedhura, ka hidhe tension seksual. Kështu që nëse nuk ka tension seksual, motor po edhe e kupton, thu, ky pas ka shumë respekt, 1 herë, 2 herë, 3 herë. Në radhë respekti, ku që ka gjithë ky respekt, a kupton? Po mos na respektoni ka shumë, Megli. Se del pastaj, jo, po, respekti, tani 3 muaj, 4 muaj, po hajde po ashtu, po bëjmë na sleepover party me shoqet, po bëjmë na film. Ajo goca kishte shkruar që edhe kur e kishte ftuar në shtëpi, nuk ishin, e kishte parë veten, domethënë pas shumë orësh, vetëm duke folur dhe pas një ftesë për marrëdhënie intime. Ndoshta ka pas nevojë të shprehet, mos edhe nesa pista jemi. Ndoshta ka pas nevojë për një shpatull që të shprehet. Zemra mund të çmontoj një herë emocionet. Pastaj të kaloni të flisni. Të dyja një të gjë thatë, po kjo ishte më sofistikuar. Ti ishe më brutale. Çfarë tha mi ka një shpreh Robi pas seksit, bën seks, mbaron pastaj shprehet, hallet që qëndron këtë thash hallet, po. Ideja që ndron që unë mendoj, vajza ka pas lek për psikologe, ka gjetur. Vajza ka thënë që folëm për orë të gjata bashk. Nuk mendoj që në disa orë të gjata të thjesht mund të flasësh pa bërë asgjë. Po mirë. Ti ndyrësirë. Citoj pak, Megli. Ka shumë shoqe gatuan, do të dali për shopping dhe bën shumë gjëra që vështirë t'i pëlqejnë një mashkulli. A mund të ndalojmë pak, ju lutem, tek i pëlqen të dali për shopping, sepse shumica e gocave ankohen që të dashurit e vet kur shkojnë për shopping, vëmendjen dhe durimin e kanë maksimumi 10 minuta dhe ato 10 minuta duke ndërë kështu. Ka lëtur ca kokën aty për të doja ai të dali për shopping. Hajde shpejt, hajde në dyqan, me limit kohë. Ai problem shumë madh, unë për shembull nuk kam qef dal për shopping, që të eci edhe tiki diku dhe të bëj shopping. Dhe unë për shembull di që ka atë kuqet, verdh jeshile, nuk i di këto ngjyrat e tjera. Unë shoh jeshile, por edhe ajo perja jeshile, ajo ti turkuaz do thosh ti. Unë jeshile e shoh.
A kupton? Edhe ka çuna që Do shta unë edhe ai jemi një meç. Ai mund të ishte femra në këtë marrëdhënie, mund të ishte mashkull. Më vret su fakti që thot ka shumë shoqe dhe nuk më bezdis. Bravo. Tani një sekond më i zonj. Nëse ka shumë shoqe do të bezdisi direkt, nëse s'të bezdisi bie që ai shkon shumë mirë me to. Pendohem sa Janë jam shoqe të flasi dhe unë them bravo se nuk e dëgjoj fundin e fjalisë. Bravo se do shta më lidhet me atë që doja thoja unë po Gjesi. Bravo më dole aty ku s'dole fare, aty ku dosha. Po si më zemër, shoqja ai le të ketë sa doj, po mos të ketë tendenca që ngacmohen seksualisht me shoqen. Po jo, ai ka shoqe tani që ai të ketë shoqe dhe unë mos bëhem çik xheloze. Ço do më mbaj gjallë mua në këtë marrëdhënie? Jo, pra, se ideja qëndron. Jo, po thoja që si ka mundësi që ai ka shoqe se kur ka një xheloze, kupton? Po pra, keme një tendencë kështu të vockë. Ti ke xheloze për shoqën e Atizi, bie që ai shkon aq shumë mirë me ato. Ti nuk ke asnjë dyshim që ata mund të kenë diçka. Dhe këtu ka diçka që nuk shkon. Po mirë, a mund bëj pak avokatin xheloze për ne si panel. A ka shanse të jetë ki? Tani shanse ka dhe ti jesh lesbike, ku e di unë? A e lesbike? A e lesbike? Do thani fel, po nuk lejohet ta them në kamerë. E dua shumë mashkullin. Perni. Çfarë ndodhi që ne pinim alkool gjatë xhirimeve? Ku i? Tani pimoksi primi balajti. Oksi na ka dhënë gjithë këtë energji. Prej oksit kemi marrë këtë lloj vrulli. Gëzuar Mikema. Ándale.